që në 2013 ky proces ka fillu edhe ende vazhdon. Të gjitha qeveritë që kanë qenë në 2013 në këndej, kryeministri në atë kohë Hashim Thaçi që ishte, janë ndajtën 55 milion dhe kanë vazhdu pastaj 2016 në këndej janë ndërru qeveritë dhe kemi mri deri te qeveria aktuale. Ka pasën aty këtu nga pak ngecje, po megjithatë procesi është në vazhdim me sipër, ende nuk janë kompensuar gjithë ishte dënuarit politik. Disa të cilët kanë aplikuar, do thotë, në fakt kanë aplikuar, ndoshta me kohë, por nuk i kanë plotësuar dokumentet me kohë që do ta dëshmonin burgosjen gjithësisht dënimin e tyre, i kanë përplotësuar me vonesë dhe tash janë duke u kompensuar ishte dënuarit politik të vdekur me familje të vdekura, ishte dënuarit politik të vdekur gratë që i kanë gjallë, por edhe një kategori të cilët janë ende në botën e jashtme dhe nuk kanë qenë këtu. Ne po flasim gjithnjë për komisionin qeveritar për njojën e statusit ishte dënuarve politik. Do të thotë është aplikacioni, do të plotësohet aplikacioni për të burgosur, edhe qeveria i konstaton gjithësisht është komisioni qeveritar që merret me to, nëse janë të pakënaqur dhe nuk ju ka zgjidhur statusi ishte dënuarit politik, ose s'ju ka njohur, ose ju ka mohuar e drejta në kompensim, është komisioni i ankesave që e parashihet me rregullore dhe e parashë ligji, do thotë. Nëse edhe komisioni i ankesave nuk e shqyrton në favor të aplikuesit, është gjykata që duhet të hapin faktikisht konflikt administrativ quhet pranë gjykatës. Po ata janë të kënaqur me aq sa parashë ligji, gjithsesi rregulloria që kompensohen, edhe atë të dënuarit do të thotë kompensohen, të cilët janë mbi 60 ditë të dënuar, ndërka që ata të cilët janë më pak se 60 ditë të dënuar, u njihet vetëm statusi ishte burgosur politik, se ligji e ndan në 3 kategori: të dënuarit politik, të burgosurit politik dhe të përndjekurit politik.